أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. La falenderimet dhe frikë respektit më të larta i takojnë vetëm Allahut xhalla wala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I kërkojmë Allahut subhanahu wa taala falje për haramat, gabimet, për të këqijat të cilat i kemi bëna. Elusum Allahun azza wa jall që Allahu te baraka wa taala zamrat na i udhëzoj. Elusum Allahun subhanahu wa taala që Allahu azza wa jall të na mbush zamrat me iman dhe udhëzim të pastër. Dhe të na mundsoj Allahu subhanahu wa taala që të jem pasues të denj dhe pasues të vërtet të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e kuptuan dhe e pasuan atë sahabët e tij ridwanullahi alaihim. Pastaj salat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të mirë deri në ditën e Kiametit. Pasha Allahun nuk ka diçka më të mirë, nuk ka diçka më të dashur dhe nuk ka diçka që më shumë e gëzon zemrën se sa ti kur mundohesh me mësu diçka për Allahun subhanahu wa taala apo për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo për fejen e Allahut subhanahu wa taala. Sa i lumtur do të jetë ai rob i cili do të dal para Allahut azza wa jall me diturien të cilën u munu me e marë, e qëja ditori sebeb për me marrë që ditori ka qenë ruajtja e parimeve të fesë Allahut subhanahu wa taala. Wallahi, kjo është fitoria më e madhe të cilën do ta shijojë ai rob. Humul muflihun, këta janë ata të cilët do të shpëtojnë para Allahut azza wa jall. Kanë marrë ditori, janë mundue, kanë hek, kanë pas gajle e derte, mirë po, synimi i tyre ka qenë këtë dynja që ta arrin diturin e prej asaj diturie apo me atë dituri të ruajnë parimet e fejes dhe parimet të cilat Allahu azza wa jall i ka caktuar për njerëzit. Kjo është gjëja më e madhe, për shkak se kjo është ajo e cila të bën ty me qenë komplet në kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Ti me qenë total në kënaqësinë e Allahut te baraka wa taala. Andaj, mundohu për hir të Allahut azza wa jall që të marrësh dituri fetare. Dituri për Allahun azza wa jall. O Allahi, sa më shumë që kena me njoft Allahun, çaq më shumë bre kanë më na i lyp zemrat për mendjen e tina. Çaq më shumë kanë më na i nënshtru zemrat trupat për me e adhuru dhe me adhuru Allahun azza wa jall me çdo gjendje, me çdo mendim, me çdo sprov që na vjen, kemi me kënd knast. Pse? Se e dim që ai i cili na ka sprovue e njohëm që kur nuk na sprovon vetëm se pas sprovës fshehet thesari i madh i urtësive të Allahut subhanahu wa taala. Wa man yu'til hikma, dhe vërtet kujt i është dhënë urtësia, atij i është dhënë diçka madhështore, diçka e madhe, diçka që nuk e ka bre gjithkush. Nuk e ka në dorë gjithkush. Dhe atij që Allahu azza wa jall i jep urtësi, e urtësia vjen me dituri, e dituria e nxit maturin, e dituria e nxit maturin, e maturia e nxit burrnien, e burrnia me krejt këto vjen deri tek një kuptimsi e lartë, një kuptimsi e ëmbël, që kjo kuptimsi pastaj e nxit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala për robën. Kemi përmendur në dersën e kalum kushtet e derejës së dytë të fejes, kushtet e imanit. Dhe folëm për to ato të cilën e tha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu taala. Dhe për krejt këto është argumentuar me një ajet kuranor prej surës Al-Baqara, ajeti 177, thot Allahu azza wa jall: "Laysa al-birra", nuk është mirësi, "an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib", nuk është vetë që kjo mirësi, që ti ta kthesh fytyrën tënde drejt lindjes apo perëndimit.
drejt Mesjidul Aqsas apo Mesjidul Haram, drejt Mekkës, Qabës. Nuk është kjo e tërë mirësia. Walakin al-birra man amana billah. Mirpo o robi Allahut, mirësia e tërë mirësia është tek ai I cili e besoi Allahun Azza wa Jall, wal yawmil akhir dhe ditën e fundit, wal malaikati wal kitab, I besoi melaçet e Allahut Azza wa Jall dhe I besoi librat e Allahut Azza wa Jall, wan nabiyyin dhe I besoi të dërguarit e Allahut subhanahu wa taala. Dhe argumenti për kaderin, I cili ke shtylla e 6 e imanit, tha Allahu Azza wa Jall, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. O insan, na gjithçka kena krijuar me përcaktim. Gjithçka I kena krijuar përcaktim. Andaj nalu dhe merre kët ajet kuranor dhe meditoje, o robi Allahut. Nalu, merre dhe qëte vetën peshoje në këti ajeti kuranor dhe dije se ti ku ke krijuar dhe ti e njona prej krijesave të Allahut Azza wa Jall, njëra prej krijesave. Nalu, edhe shiqaje vetën se ku je të bo mire, ku je të bo keq, dhe se përcaktimi që ka ardhur në fund, e paske një përcaktim që tu ka caktu tyje, e që kur po vika e gjeli la ju akhar, kur po vika e gjeli vakti I vdekjes, s'ka shans me u vanue. Nuk vanohet. Nuk vanon melekul mauti, nuk fal melekul mauti, nuk mëshiron melekul mauti. Në transmetimet të cilat erdhen, qofshin ato israeliate, apo qofshin ato të dobta apo të sakta, erdhi se melekul mauti që më ka pyetur një herë se cila ka qenë gjendja që jo është dhim dikush mas shumëti kur ja ka marrë shpirtin. Cila ka qenë gjendja? Thot, më është dhim të shumë një fëmijë që sa po lindi e unë e mora nanën e tina. Pastaj një transmetim thot, më është dhim të shumë një plak I cili shkojte farkatari edhe dëshironte me e rregulluat shtagën të cilën, bastunin të cilën e mante me veti. Thot, filloj me e rregullu të aj, me shpresën që ky ka me jetue, thot, a une isha duke e prit me dal prej dyqanit aj. Sa po dol prej dyqanit, une e mora shpirtin e ti. Mu dhimt, se kishte shpresë me jetu. Po shpresa jon, po shpresa ati I cili nuk është sprovu asnjëherë. Po shpresa ati I cili nuk është sprovu kur në shëndetin e tij, apo në pasurinë e tij, apo në evlat e tij, apo në prindrit e tij, apo në familjen e tina, apo në diçka në dëshirat e tina. Ju kam plotsu dëshirat krejt komplet. Shpresa e tij për me jetu, sa e madhe është. Mirë po vallahi, sa do t'jetë shpresa jote, e madhe, e fuqishme, largpamse, sa do t'jetë e madhe, melekul mauti nuk fal. La ya'sun Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Azza wa Jall tha për melekt, ata kur nuk e kundërsojnë Allahun Azza wa Jall në urdhrat që ju jep Allahu atyre. Kur ti jep Allahu melekul mautit urdhër për me shku me ja marr shpirtin filanit, u tha u bë. Sam'an wa ta'a, nuk ka aty kthim mbrapa më. Andaj përcaktimin që tu është dhënë ty, merr dituri bre, e cila dituri ka më t'i rujt parimet, e cila dituri ka më t'a rujt fejen, e cila dituri bre ta nxit kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. A ka bre diçka më të mirë se sa më na dashur Allahu neve? Vallahi nuk ka diçka më të mirë. S'ka diçka më të madhërishme, s'ka diçka më të lartë, s'ka diçka më të dobishme, s'ka bereqet më të madh. Sesa më ju thonë Allahu Azza wa Jall me lëgve, me u krenu Allahu Azza wa Jall, o ju me lëkte mi, a e njifni filanin në tokë. Kënaqësia jame është për ta. O Zot, na I mundsoj ja Rabb. Na I mundsoj këto çaste madhështore. Mirë po, për me ja rrit këto çaste, jepe mundin, shfrytëzoje përcaktimin
shfrytëzoje kohën që t'u ka caktuar ty. Mësoj parimet që t'jetosh me ato parime dhe që përblen nesër Allahu Azza wa Jall për ato parime. Pastaj parimi i tretë apo deregja e tretë, shkalla e tretë e fejës së Allahu subhanahu wa taala, e përmend Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, thot huwa al-ihsan, është ihsani ruknun wahid, i cili është një shtyllë e vetme. Ajo është an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu, që ta adhurosh Allahun Azza wa Jall sikur ti po e sheh Allahun tabaraka wa taala. Kur të ngritesh në adhurim, kur të ngritesh namaz, kur të marrësh abdes, kur të japësh një sadak, o njeri, kur të japësh sadak, mos këshyr bre për rreth. Mos i këshyr njerëzit se a janë të të këshyr ty, a janë të të pa, a kanë me i thonë fjallë të mira për ty, a kanë me i thonë fjallë më madhështore që kanë me ta kënaqë zemrën tyje. Ato janë veset shejtanit. Adhuroja Allahun Azza wa Jall, se sadakaja është adhurim, e kur të adhoj sadakajen, kujdesu për njetin tën, pos je duke e pa Allahun Azza wa Jall. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. O njeri, nëse ti nuk i mundësi me e pa Allahun Azza wa Jall në veprat, në fjalët, në qëllimet, në dëshirat e tua, në lëvizjet e tua, atëherë dije se pasha Allahun, ai o duket pa ty. Allahu Azza wa Jall o duket pa ty. Sa kemi me ullë kryt para Allahut Azza wa Jall? Sa kemi me mshef nesër jaumul qiyama, kur do të na i thret Allahu Azza wa Jall emrat, e paramendo me të pyet Allahu subhanahu wa taala, me thonë, o filan, krejt mirësit bre t'i dhashën ty, as tërdh marrë me i bohe qëto harame, a nuk t'ka shku menja tyje, se kujt jetu i bo haram. Ajo është Allahu Azza wa Jall. Ajo është krijuesi i qiejve dhe i tokës. Ai ka kriju krijesa madhështore. Ai ka kriju arshin e tina, që vetëm arshi i ti është madhështor, gjigant, që nuk mundet me e marrë me mend, parasysh asnjëherë mendja njeriut, s'mundet me e kuptu kur, s'mundet me arrit dituria e insanit dobt. Andaj, adhuroja Allahun Azza wa Jall sikur se je duke e pa. Adhuroja Allahun Azza wa Jall me njetet më të mira, me mendimin më të lartin për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kur ta adhurosh Allahun, kur ta lutesh Allahun, lutë o Zoti jam, me mundsa njetet më të mira, mendimet më të mira për ty, mendimet më të bukura. Kush mendon bukur, Allahu e don, për shkak se Allahu është i bukur dhe e do të bukuron. E don atë që bëhet me bukuri, bëhet me mirësi, bëhet me zell. Dhe tha Allahu Azza wa Jall në argumentin të cilin e pruni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab për ihsanin, inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allahu na bëf prej tyre, ja Rabb. Vërtet Allahu Azza wa Jall është me ata të cilët janë të devotshëm dhe me ata të cilët i përsosin punët e tyre. Muhsinun. Dhe këta janë njerëzit më të mirë, njerëzit me zemrat më të buta, njerëzit që mas shumë të javshofin hajrin njerëzve, njerëzit atyre, njerëz, zemra që mas shumë të ju ashohin hajrin, zemra tjera qasaj zemra, për shkak se e ka mbush zemrën me devotshmëri, e ka mbush zemrën me përsosmëri të veprave, e ku ma që veprat e zemrës janë veprat më madhështore, dhe se me veprat e zemrës na kena me shku tek Allahu Azza wa Jall, për ato kena mu pyet mas pari, pastaj kena mu pyet për veprat e gjymtyrve. Pastaj thot Allahu Azza wa Jall, wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim, e ti mbështetu tek ai i cili është aziz, është i plot fuqishëm, ar-rahim, i cili është mëshirues, alladhi yaraka hina taqum,
ai I cili ty të kur të ngritesh. Wa taqallubaka fi sajidin, edhe lëvizjen tonë në mesin e atyre që bojnë sejdë. Innahu huwa as-sami'ul alim. Mos harro se ai është që dëgjon, sheh. Ai është që ka dituri për gjithçka. Ti dëgjon fjalët e tua, e ti sheh veprat e tua, dhe është I ditur në përpikmëri për njetet e tua. Hala pa I menu mirë ti, hala pa I nxjerr ato njete, Allah Azza Jall e din me saktësi, hollësisht, se çka ki me thon, çka ki me vepru, edhe çka je duke menduar ti. Pastaj tha Allahu Azza wa Jall: "Wa ma takunu fi sha'nin", e nuk ka mundësi që ti t'jesh me një gjendje, apo ti ndryshosh gjendje tua. "Wa ma tatlu minhu min al-Qur'an", apo të lexosh diçka prej Kur'anit. "Wa la ta'malu min 'amalin", apo të veprosh diçka prej veprave. "Illa kunna 'alaykum shuhuda", vetëm se na kena më kon dhe jemi çdo herë dëshmitar të asaj që jeni duke e bërë. Po edhe në ato të cilat thalloheni, edhe në veprat të cilat thalloheni ju, ne çdo herë jemi dëshmitar të asaj që ju e veproni. Kurse argumenti për këto 3 grada të Islamit është edhe prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Umar ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu. Thot: "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah", një ditë prej ditëve ne ishim, përderisa ishim ul afër prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alayna rajulun shadidu bayad ath-thiyab. Thot për një çast u paraqit tek ne një person I cili vinte prej shkretirës, mirë po rrobat e tina ishin shumë të bardha, zdritnin prej bardhësisë, sa që nuk kishmi pana këso gjendje kur, sa ai I cili vjen prej udhëtimit të shkretirës, të paktën është pluhurosur, mirë po kë zdritte prej bardhësisë. Shadidu sawadi sha'r, thot edhe e zeza e flokëve të tij ishte diçka mahnitse. La yura alayhi atharu safar, nuk vrehej tek ai kur gjohiq prej gjurmëve të udhëtimit. Wala ya'rifuhu minna ahad, dhe kur kush prej neve nuk e njihte atë person. Hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, vazhdoi duke ecë derisa ul te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, gjujt e tina I ngjiti bashk me gjujt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafayhi ala fakhidhayhi, dhe I vendosi duart e tij, shplakat e duarve mbi gjujt, pjesën mbi gjurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, dhe I tha atij: "O Muhammad." Traditë e sahabëve ka qenë ajo të cilën e përmendi Allahu në Kur'an, ja Nabi Allah, ose ja Rasulullah. Kështu e ka thirrë Allahu në Kur'an pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kurse traditë e arabëve në përgjithësi ka qenë atyre të cilët nuk kanë pas dituri, ka qenë ignorant në këtë pikë, kanë thonë ja Muhammad. Dhe ky person ju qas pejgamberit alayhis salam me këtë thirrje: "Ja Muhammad, o Muhammad, akhbirni anil islami", më lajmëro mua për islamin. Ç'është islami? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Al-islamu", islami është an tashhada an la ilaha illa Allah, që të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut azza wa jall, wa anna Muhammadan rasulullah, dhe se Muhamedi është I dërguar I Allahut azza wa jall, wa tuqima as-salah, dhe ta falësh namazin, wa tu'ti az-zakah, ta dhash zakatin, wa tasuma Ramadan, ta agjërosh Ramazanin, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila, dhe që ta krysh haxhin nëse ki mundsi me marr rrugë drejtina. Pastaj diçka e çuditshme ndodhi. Qala sadaqta, I tha ky person pejgamberit alayhis salam, I ja ke qellu. Bravo se ja qellove. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fillimisht
Na u çuditëm shumë se në fillim ja bën ja Muhammed me shprehjen e xahilave arab. Kurse pas përgjigjes i tha sadakte, se ja ke qëllue. Pastaj e pyeti përsëri. Fa akhbirni anil iman. Atash tregon mua për imanin. Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj, an tu'mina billah, ta besosh Allahun azza jall, wa malaikatihi, malakët e tina, librat e tij, pejgamberët e Allahut azza jall të besosh, ditën e fundit ta besosh, wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri. Dhe që të besosh në kader, në përcaktimin mirë apo keq. Pastaj përsëri i tha sadakte. Përsëri i tha ja qëllove. Përsëri e pyeti. Fa akhbirni anil ihsani. E tash më tregova Muhammed se çka është ihsani. Ihsani tha është an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Që të adhurosh Allahun azza jall sikur se ti po e sheh Allahun subhanahu wa taala, e nëse ti nuk e sheh ata, dije se ai do të sheh tyje. Pastaj tha fa akhbirni ani as-sa'a. Tash më trego mua për ditën e kiametit. Al-mas'ulu qala ma al-mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Tha në këtë pikë as i pyeturi nuk është më i ditur se sa pyetësi. Pastaj tha fa akhbirni an amaratiha. Atëherë më lajmëro mua për shkaqet e kiametit, për pikat apo për sebepet që ka më ndodh kiameti. Tha an talida al-amata rabbataha. Që ajo robresha ta lind një ditë një fëmijë, e çaj fëmia ka më bo zotni i madh, zotni i fuqishëm. Prej një robreshe do të del një zotni i madh. Paramendo se si mund të ndryshoj insani. Dhe se kjo subhanallah në mesin ton është shumë aktuale. E ku më tek arabët apo tek popujt e ndryshëm që frik kanë dalë prej skllavërisë, frik kanë dalë prej robërimit të njerëzve dhe shikosës se çka veprojnë dhe çfarë mendjemallësie është mbjell në kokat dhe në zemrat e tyre dhe se çka veprojnë ata. Wa an tara al-hufata al-urata al-aliya. Dhe ti shohësh ata të cilët s'kan pas as me moth, të zhveshur dhe fukarat. Ti shohësh ata të cilët ishin bari të deleve, yatatawaluna fil bunyan, se si shtyhen në ndërtime. Pra ishin të zbathur, të zhveshur, ishin fukarat të dekt, dhe ishin çoban të deleve, se si sot ata prej asaj sklavërie kanë dalë dhe shtyhen me zvete në ndërtime të larta. E kjo është njëna prej shejave. Pastaj tha u ngrit ky person dhe u largua prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falabithna maliyan. Qëndrum pak me pejgamberin alaihi salam, e pastaj u kthy pejgamberi alaihi salam dhe më tha mua, ja Omar, e tadri man sa'il. A dhe se kush ishte pyetësi, ai i cili erdhi dhe i boni këto pyetje, e që ju u befasut me pamjen e tina, me rrobat, me ata që nuk kishte gjurmë të udhimit, mirë po erdhi prej shkretirës, me flokët e tij të zeza, dhe me qasjen e tij ja Muhammed, e pasaj tha sadakte, se ja qëllove, apo din ti se kush është ky person? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Thash Allahu dhe i dërguari i tij e din mas miri se kush ka qenë ky person. Qala hadha Jibrail. Ky ishte Jibraili apo Jibrili. Ataakum yuallimakum amra dinikum. Ai erdhi që t'ua mësoj juve
çështjet dhe bazat dhe punët kryesore të fejes tuaj, o Omer. Andaj, dije se çështjet kryesore të kësaj feje janë Islami, imani dhe ihsani. Lëm për ata që ka arrit në derexhet e ihsanit, për shkak se do të hyjnë në xhenetet e Allahut Azza wa Jall në premtime të mëdha, në kënaqësi të papërshkrueshme, në shpërblime madhështore. Lëm për ata i cili e takon Allahun Azza wa Jall besimtar. Padyshim që të gjithë do të hyjnë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, mirëpo muslimanët do të mirën në pyetje dhe do të ketë shumë prej tyre që do të dënohen. Besimtarët, mu'minunët, do të jenë ata të cilët do të myren në pyetje të lehta, mirëpo për ta është përgëzimi se do të futen direkt në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala dhe do të shpëtojnë. Këta janë ata të cilët do të thonë ha hum qra'u kitabiyya, merrni dhe lexoni librin tim, merrni dhe këshirni se çfarë vepra unë kam bërë për Allahun Azza wa Jall dhe se si sot Allahu subhanahu wa taala më ka nderuar dhe më ka shpërbly për ato vepra e më të mirët, më të lartët, më të devotshmit, më punë mirët janë muhsinunët, ata të cilët janë kujdes për veprat e tyre, jo për haramet, jo për mekruhet, po janë largue edhe prej halalëve, prej dëfrimeve të kësaj dynjaje, prej të qeshurave të tepërta, prej fjalëve të këqija, prej asaj se i kanë mendu punë mirë se me këtë vepër a e rëndoj dika prej muslimanve, a ja zo kryt dikujt, apo mos po e nënçmoj dika, i kanë marrë sebepet në mënyrën më të mirë dhe janë nisë tek Allahu Azza wa Jall të përgatitur, ashtu qysh i ka hije një robit të Allahut te bareke ve teala. O Zoti jam, na i mundëso që ta mësojmë fejen tane në mënyrën më të mirë. O Zoti jam, na bë prej muhsinunve, prej atyre të cilët i përsosin veprat. O Allahu jam, mua dhe gjithë muslimanët na merr prej atyre të cilët do të hyjnë në xhenetin tënd bi ghayri hisabin wala adab, duke mos u marr as në pyetje dhe as duke mos u dënuar fare, as duke mos u pyetur fare për veprat të cilat i kanë bëu në këtë dynjë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. لسم الله تبارك وتعالى شاء الله نفال كو كمي قابو لسم الله عز وجل شاء الله نيبوش زمرت ما إيمان والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.